DJ Gimbo, i cili krijoi një raport dashurie me Selinën brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, ka zbuluar se i ka takuar të gjithë familjarët e saj. Ndër të tjera, Gimbo foli dhe për bisedën me baban e Selinës, ku tregoi se ai ishte shprehur, "Të kemi parë se djalin ton." Kam biseduar me të gjithë familjarët e Selinës, gëzoj respekt për ta dhe ata për mua. Më ka pëlqyer shumë vlerësimi i babait të Selinës ndaj meje. E ka kuptuar që nuk kam qëllim të keq. Më ka pëlqyer shumë fjala që "të kemi parë se djalin ton". E kam raportin shumë të mirë me ta, edhe me vllain e Selinës, Onon, e kam edhe si shok, se jemi një ta moshë, madje jemi dhe koleg, u shpreh Gimbo me tutje. Ne do t'ju kujtojmë se Selinë dhe Gimbo u njohën brenda qendrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por dalja e Gimbos nga spektakli ka ndikuar pak tek Selina, ku ditë pas dite ajo zbulon ndjenja të reja për DJ Gimbon dhe në shumë raste ajo është parë e përlotur teksa kujton momentet me Gimbon.